Shpallet fajtorish deputeti socialist Jurgis Çurbja. Ai u dënua nga gjykata e posaçme me 3 vjet heqje lirie. Mbi të rëndojnë akuzat e nxjerrjes së sekretit shtetëror për krahje e autorit në krim dhe korrupsion në zgjedhje. Por ish ligjvënësi përfitoi nga gjykimi i shkurtuar, duke u dënuar përfundimisht me 2 vjet burg. Konkretisht bëhet fjalë për dekonspirimin e aksioneve policore, nxjerrjen e të dhënave nga sistemi Teams dhe informacione të tjera për të ndihmuar personat në kërkim që të mos kapeshin. Sipas hetimeve, në këmbim të votave dhe mbështetjes, Çurbja ka përdorur funksionin e tij si deputet i kuvendit. I njëjti dënim me 3 vjet burgim u dha edhe për Altin Hajrin për 2 vepra, atë të korrupsionit dhe tregimit të sekretit shtetëror. Në përfundim, edhe ai do të vuajë 2 vjet heqje lirie. Altin Hajri ndërkohë vijon që të jetë në kërkim në lidhje me rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës, i cili dyshohet se u dhunua për vdekje në kompleksin Golden në Shijak në pronësi të Hajrit. Ndërsa për Ahmet Mashën, një tjetër person i përfshirë u dha një dënim me 2 vjet e 6 muaj burg që i zbret në 1 vit e 8 muaj. SPAK i vuri të 3 përpara përgjegjësisë ligjore nga rënja e SKECC për disa episode kriminale përgjatë periudhës maj 2020 mars 2021.